Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzdiles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Receta me mjaltë dhe limon që zhduk rrudhat nga fytyra brenda ditës, ja si ta përgatisni. Këto dy përbërës të thjesht do t'ju ndihmojnë që të rinovoni lëkurën tuaj dhe njëkohësisht të dukeni 10 vjet më të rinj brenda natës. Ndërkohë, ekspozimi ndaj diellit, përdorimi i produkteve kozmetike, dieta e varfër dhe gjithashtu ndryshimet hormonale dhe shumë faktorë të tjerë do të përshpejtojnë procesin e plakjes. Sipas ekspertëve, këta faktorë janë arsyeja kryesore pse lëkura e humbet elasticitetin e saj. Pra, ne ju rekomandojmë që ju të ndaloni përdorimin e këtyre produkteve të shtrenjta, të cilat nuk janë as pak efikase si për xhepin tuaj, po ashtu edhe për lëkurën tuaj. Ja se çfarë duhet të bëni. Merrni gjysmën e limonit dhe shtoni gjysmë lugë çaj mjalt mbi të. Fërkojeni butësisht zonën e prekur nga rrudhat, lëreni atë për 10 minuta dhe më pas shpëlaje me ujë të ngrohtë. Dhe e fundit, ju duhet ta lani fytyrën tuaj me ujë të ftohtë për të mbyllur poret. Rrudhat janë një pjesë e paevitueshme e procesit të plakjes. Tek disa njerëz rrudhat dalin përpara kohe kryesisht tek zona e syve, gojës dhe gjithashtu qafës. Rrudhat shkaktohen jo vetëm nga rënja e prodhimit të kolagjenit, por edhe nga ndotja, ekspozimi në diell, mungesa e vitaminës D3, përdorimi i tepërt i produkteve kozmetike, ndryshimi i kremrave dhe duhani. Rrudhat mund të zbehen, shmangen dhe gjithashtu të mbahen nën kontroll me disa trajtime natyrale. Në këtë video ju do të mësoni disa prej kurave më të mira natyrale kundër rrudhave. Vaji i arrës së kokosit. Me këtë vaj ju mund të masazhoni zonën e rrudhave duke kryer lëvizje rrethore. Pas masazhit ju mund ta mbani vajin në lëkurë për gjatë gjithë natës. Kura duhet përsëritur çdo mbrëmje. Vaji i arrës së kokosit i jep lëkurës tuaj një shkëlqim natyral dhe zbeh rrudhat. Vitamina E. Kapsulat e vitaminës E ju mundet që t'i blini në farmaci dhe të përdorni disa prej tyre çdo mbrëmje. Vitamina në një formë vajore gjithashtu duhet aplikuar në zonën e rrudhave dhe duhet mbajtur për disa orë. Ndërkohë, ky trajtim duhet bërë çdo mbrëmje. Vitamina E hidraton lëkurën, zbeh rrudhat dhe ushqen me antioksidant. Uthulla e mollës. Përzieni një lugë gjelle me uthull molle dhe një lugë gjelle me mjalt. Aplikojeni maskën në lëkurë dhe në qafë, mbajini për 10 deri në 20 minuta dhe shpëlajini me ujë të vakët. Këtë maskë duhet ta bëni 2 herë në javë. Uthulla e mollës ruan ekuilibrat e pH-it ndërkohë që mjalti i jep fytyrës tuaj shkëlqim rinor. E bardha e vezës. Rriheni të bardhën e një veze dhe vendoseni në lëkurë. Prisni derisa ajo të thahet dhe më pas shpëlajini me ujë të vakët. Kjo maskë gjithashtu e përshtatshme për lëkurat me yndyrë duhet bërë të paktën 2 herë në javë. E bardha e vezës tendos lëkurat dhe zbeh rrudhat. Avokado. Tulin e avokados ju mundet që ta shtypni në një mikser dore dhe maskën ta mbani në fytyrë për 20 deri në 30 minuta. Kjo maskë duhet bërë deri në 2 herë në javë. Avokado gjithashtu i zbut rrudhat dhe i jep lëkurës tuaj shëndet, gjallëri dhe shkëlqim. Ndërkohë, duhet të keni parasysh se mund të përdorni edhe aloe vera. Përzini një lugë gjelle me xhelin e aloe verës me të bardhën e një veze. Maskën mbajini për të paktën 20 minuta ose gjysmë ore dhe më pas shpëlajini me ujë të vakët. Xheli i aloe verës është një burim i pasur i vitaminës E dhe ai bashkëpunon mirë kundër rrudhave me të bardhën e vezës. Lëng limoni.
Përzini sasi të barabarta të mjaltit dhe të lëngut të limonit. Maskën mbajini në fytyrë për plot 10 minuta. Lëngu i limonit gjithashtu përmban edhe vitaminën C dhe nxit formimin e kolagjenit i cili zbeh rrudhat. Soda e bukës. Përzini një lugë gjelle me sodë buke dhe gjithashtu një lugë gjelle me ujë. Fërkojini lëkurën tuaj me lëvizje rrethore për disa minuta ose aplikojini si maskë dhe mbajini në fytyrë për 10 minuta. Soda e bukës do të heqë të gjitha qelizat e vdekura dhe do të përmirësoj qarkullimin e gjakut. Maska për fytyrën me të bardhën e vezës. E bardha e vezës është një element kryesor në shumë maska për fytyrën. Ajo është plot me proteinë dhe e lë lëkurën tuaj të butë dhe të lëmuar. Ju mund të përdorni thjesht të bardhën e vezës në fytyrë ose të shtoni disa përbërës të gjetur në kuzhinë për të zbutur lëkurën e thatë, tonifikuar lëkurën dhe gjithashtu kuruar lëkurën e acaruar. Këto receta janë të dashura për shumë arsye, por kanë diçka të përbashkët, ato të gjitha përdorin të bardhën e vezës. Maska e thjesht me të bardhë veze dhe kos. Receta: ju duhen 2 të bardha veze, 2 lugë gjelle kos. Ndani të bardhën e vezëve nga të verdhat e vezëve dhe vendoseni ato në një tas. Shtoni 2 lugë gjelle kos, mos përdorni salcë kosi. Përzjeni së bashku dhe vendoseni përzierje në fytyrë. Lëreni në fytyrë për disa minuta dhe pastaj pastrojeni fytyrën me ujë të ngrohtë. Më pas me një pecetë të ngrohtë. Maska e fytyrës me argjil për pastrim të thellë. Kjo maskë pastron dhe hidraton lëkurën e fytyrës. Përbërësit që do t'ju duhen janë një e bardhë veze, 2 lugë gjelle argjil, të cilën mund ta blini online ose në farmaci, një lugë gjelle miell mistri, një pikë nga vaji juaj i preferuar esencial. Përzjeni përbërësit në një tas dhe vendoseni përzierje në fytyrë. Lëreni ato derisa të thahet dhe më pas hiqeni nga fytyra me një leckë të ngrohtë. Maska zbutëse me limon dhe mjalt. Kjo maskë është e shkëlqyer për fytyrën e prirur për puçra. Për çdo lloj lëkure është më së përshtatshme. Përbërësit janë një e bardhë veze, 2 lugë gjelle mjalti rrjedhshëm, 4 lugë gjelle lëng limoni, 3 lugë gjelle kos. Përzjeni përbërësit së bashku dhe vendoseni maskën në fytyrë. E lini për të paktën rreth 15 minuta dhe më pas lajini fytyrën. Pjesën e mbetur ju mundet që ta ruani në frigorifer deri në një javë për ta përdorur atë sërish. Maska shtresëzuese e fytyrës. Përbërësit që do t'ju duhen janë një e bardhë veze dhe gjysmë lugë gjelle vaj ulliri, vaj kokosi ose vaj bajamesh dhe gjithashtu një lugë gjelle miell, një lugë gjelle qumësht, një lugë gjelle sheqer kaf. Përzjeni përbërësit mirë me njëri tjetrin dhe vendoseni maskën në fytyrë duke e shpërndar atë në lëvizje rrethore, në këtë mënyrë duke e pastruar atë. Shtojini më shumë sheqer nëse doni që të keni një pastrim më të thellë. Lëreni maskën në fytyrë për të paktën 15 minuta. Dhe ndërkohë, pas pastrimit mund të përdorni ndonjë hidratues të mirë për fytyrën për të bërë të mundur qëndrimin e vajrave brenda në fytyrë. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos të zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajini këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.